Shkupi po mbytet nga mbeturinat. Përveç qeseve me mbeturina, në këtë pjesë shihen të hedhura dysheke dhe tepi. Kështu është gjendja në John Kennedy, pra pikërisht përballë shkollës Vasil Glavinov. Pra siç mund ta shihni, qytetarët jo vetëm që nuk mund të kalojnë në trotuar, por mbeturinat kanë dalë edhe në rrugë kryesore. Nga pamundësia për të kaluar në këtë pjesë të rrugës, qytetarët dhe fëmijët të cilët shkojnë në shkollë rrezikohen nga veturat. Për këtë pyetëm në qytetin e Shkupit se kur do të pastrohen, por përgjigjen nuk morëm. Kryetarja në largim Danela Arsovska me anë të një postimi në Facebook reagoi duke shpërndar fotografinë e kandidatit të VMRO-DPMN-s Orçej Gjorgjevski, i cili është favorit për t'u shpallur kryetari i qytetit të Shkupit, në të cilin shkruan: Për mbeturinat në Shkup ai duhet të kontaktoj me kryetaren e bordit të drejtorëve të higjienës komunale Juliana Spirovska nga VMRO, e cila është një kriminale dënuar ligjërisht për 2 vepra penale dhe ajo ka menaxhuar mbeturinat dhe higjienën komunale Shkup për 4 vjet. Ndryshe, nga Prokuroria Themelore Publike e Shkupit njoftuan se tashmë kanë filluar procedurën dhe po ndërmarrin veprime për sigurimin e provave për një vepër të mundshme penale. Nga atje bëjnë të ditur se janë dërguar kërkesa edhe te shërbimet komunale inspektuese që të kryejnë një kontroll të jashtëzakonshëm inspektues dhe të konstatojnë gjendjen aktuale. Ndërkohë, edhe qeveria ka urdhëruar një kontroll të jashtëzakonshëm dhe të koordinuar në territorin e Shkupit për shkak të krizës me mbeturinat. Nga atje thonë se Inspektorati Shtetëror dhe Ministria e Brendshme do të hetojnë gjendjen e mbeturinave dhe punën e ndërmarrjes publike higjiena komunale dhe të kryetares së Shkupit për shkak të mos grumbullimit të mbeturinave që paraqet rrezik për shëndetin publik.